Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga Sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Janë të thjeshta, të shpejta dhe plot shije, kështu ju jap një ide për të përgatitur vaktin e radhës në shtëpinë tuaj. Qëndroni me mua të përgatisim së bashku këtë tavën kaq të shijshme. Në një tigan dështojmë rreth 2 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarë do lloj vaji që ju përdorni në gatim, dhe do vendosim për skuqje 3 borxolla ose më shumë, varet se çfarë mase do përgatisni. Mund të zgjidhni borxolla viçi, deri ose pule sipas dëshirës dhe preferencave tuaja. Pasi i skuqim pak në të dy anët, do t'i largojmë ato me një anë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi kemi larguar nga tikani borxollat që po skuqen, do përgatisim disa speca, varet nga madhësia e tyre, por rreth 4-5 speca mesatare të kuqe dhe jeshile, sido që t'ju gjenden. Unë zgjodha që t'i kombinoj dhe do t'i presim në këtë formë ose si ta keni ju më të lehtë. I vendosim në tigan një qep të madhe ose 2 qep të vogla, i presim në copa të mëdha, nuk është nevoja që t'i prisni holl. I vendosim edhe ato në tigan dhe do t'i skuqim bashkë për disa minuta derisa të zbuten. Nuk dua të harroj pa ju përmendur se gjithmonë është kënaqësi për mua të më shkruani në komente dhe të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Pasi specat dhe qepët janë skuqur kështu si tregohet në video, dështojmë krip, specë të kuq, rigon, piper të zi dhe hudhër. 3 lugë salcë domate. Masën do ta përziejmë shumë mirë dhe më pas do ta vendosim në tavën e pjekjes. Nëse keni dëshirë, mund të shtoni edhe perime të tjera si kungulleshka, patullxhana, bëhet vërtet shumë e shijshme. Në familjen time preferohet shumë vetëm me speca dhe qep, por edhe nëse shtoni perime të tjera bëhet shumë e shijshme. I vendosim të gjitha në tavë, e hapim në të gjithë sipërfaqen, po kështu në tavë do vendosim edhe borxollat që skuqëm pak më parë. Pasi i kemi vendosur në tavë, do shtojmë edhe një gotë ujë dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Nëse furra juaj e nxiton pjekjen, mund të vendosni një letër pjekjeje mbi tavë në mënyrë që të mos ju digjen dhe të qëndrojnë të buta edhe pas pjekjes. Ky është rezultati, si e shihni, është vërtet shumë e shijshme, e thjeshtë në përgatitje. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Ju përshëndes.